Vazhdojmë tani me pregaditjen. Spari në një enë të thellë do shtoj 1 litër qumësht. Te qumshti do shtoj 9 lugë gjelle sheqer. Vazhdojmë tani dhe vendojmë mbi zjarr. Një tjetër enë më të thellë do përgatisim kremin. Do në nevojiten spari 4 pudinga me aromë të vaniljes. Dhe të katërtat I shtojmë në një enë më të thellë. Mbi pudingun do hedhim edhe 200 ml tjera qumësht. Pra në total 1 litër e 200 ml qumësht. Përzije. Qumshti që është nxehur mirë, shtojmë pudingun e tretër. Djeg derisa të fiton trashësinë e dëshiruar. Sapo të fillon kremi të trashet, do ndalim zjarrin, por kremin do e mbajmë këtu mbi zjarr të ndalur. Na duhet 100 gram çokoladë bardhë për gatim. Shtojmë çokoladën nga nxehtësia e kremit. Çokolada do shkrihet menjëherë. Shtojmë edhe 250 gram margarinë. Vazhdojmë që të përzijemi kështu mbi zjarrin e ndalur, derisa edhe margarina të shkrihet te kremi. Margarina do shkrihet shumë shpejt. Largojmë tani nga zjarri. Është kremi vali nxehtë. Do vazhdojmë që të shtojmë salcë kusi, ajk ose pavllak, 4 lugë gjelle. Kjo do e bën edhe më të shijshme tortën. Zijem edhe një herë që edhe salca e kosit të bëhet bashkë dhe të fitojmë një krem të mirë. Kremi është gati dhe kështu duhet të duket. Na duhen 400 gram biskota. Pra biskota të thjeshta nga të cilat përgatisim keka. Biskotat vetëm vazhdojmë që t'i coptojmë tani këtu te kremi. Përzijem edhe një herë të fundit që tërë biskotat të bëhen bashkë me kremin. Tani do na duhet një kallëp për torta. Unë po përdor numër 28 dhe pjesën e poshtme nuk e kam shtruar fare direkt, do e vendoj në pjatën edhe ku do e servoj. Vazhdojmë tani këtu e shtrojmë tërë kremin që përgatitëm. Pasi e kemi shtruar, sigurohemi që kemi lëmuar mirë që torta të na dalë barabartë në të gjitha anët. Tani përmbi do vazhdojmë që të hedhim edhe një tjetër krem nga pemët. Pasi është sezona e lule shtrydheve, unë I zgjedha këto, por ju mund të bëni gjithmonë sipas dëshirës së juaj dhe të përdorni cilën pemë ju që dëshironi. Lule shtrydhet I kam prerë kështu në copëza më të imta dhe në total unë po përdor 400 gram lule shtrydhe. Vazhdojmë, I shtrojmë tani lule shtrydhet mbi kekun, por shtypni mirë që të siguroni se do ngjiten për torte, që kur ta prejmë pastaj tortën mos të bien. Për të dukur edhe më bukur torta, unë do përdor kështu është si lloj gjelatini, por nuk është gelatin dhe përdoret kur përgatisim ëmbëlsira kështu me pemë. Pra kështu duket. Marrim tani pakon dhe e qelim. E shtojmë në një enë më të thellë. Shtojmë edhe 2 lugë gjelle sheqer dhe 2 lugë gjelle ujë të ftoftë. Përzijem një herë kështu dhe 250 ml tjera ujë I kam venduar që të vlan. Pra pjesa tjetër e ujit duhet që të jetë nxehtë. Këtu brenda do hedh 200 ml ujë val të nxehtë, pra të vluar, dhe vazhdojmë tani e vendojmë në zjarr që të zihet edhe pak. Në temperaturë mesatare do prisim derisa të vlan. Pra për 2-3 minuta pasi është nxehtë, do vlan menjëherë.
Sa po të fillon kështu në këtë mënyrë, më njëherë e largojmë nga zjarri. Do e lëm të ftoftet për 1 minutë, pastaj vazhdojmë edhe e hedhim mbi tortë. Tani që i ka kaluar nxehtësia e madhe, vazhdojmë e hedhim mbi tortë. Tani tortën e përgatitur do e lë që të ftofet në frigorifer për 2 orë dhe pastaj mund që ta servojmë. Tani pas 2 ore që ka pushuar torta mjaftueshëm, do mundohem ngadalë të largoj pa e dëmtuar formën.